nuk mund të veçojmë dhe të harrojmë Hysni Lepenicën. Pra një nga miqtë më të ngushtë të Sadik Premtajt, duhet thënë fakt mbrojtësi i Sadik Premtajt në kohën që u mor vendimi për ta azgjësuar atë, për ta eliminuar. Padyshim një nacionalist me një reputacion ndoshta edhe më të zgjeruar se Sadik Premtaj, megjithëse kjo është vështirë ta thuash sot, por që nacionalist me ndikim, i cili ishte shprehur, kishte bërë aksione të përbashkëta dhe me frontin, kur vjen puna për luftime ndaj pushtuesve italian. Ishte shprehur pashtumadje Sadiku shkon deri aty sa e quan edhe antar Partisë Komuniste. Pra në pikpamje i majt. Por sigurisht fillon distancohet gradualisht nga antarësia e tij në grupin e zjarrit, se fillimisht ka qenë zjarrist. Sadik prandaj pretendon që ai ka qenë i angazhuar edhe mbas themelimit të Partisë Komuniste në këtë strukturë në një celulë të saktuar, çka në fakt mbështetet deri diku edhe historikisht. Në qarkorin e parë që dërgohet nga Tirana për të eliminuar, apo ende jo për të eliminuar, po kur triqet vrejtje për Sadik Premtaj në qarkori, kur e përzun nga Tirana Sadikun, pasi e përjashtuar nga partia, qarkori që është nënshkruar nga Enver Hoxha, ajo që thuhet në fund të kësaj qarkore është që të merren masa që të sqarohet DHL, Hysni Lepenica, për gabimet pak a shumë, kështu thuhet, të Sadik Premtajt. Tani pse duhet të bëjmë një pyetje? Pse duhet ishte interesuar Komiteti Qendror i Partisë Komuniste që një përfaqësuesi nacionaliste, një drejtuesi nacionalistëve, të bindej për gabimet do thënë, nuk shkon logjika në kuptimin, patjetër që këtu ka dhe element tjerë, dhe element shoqëror, sepse një Shqipëri e vogël, njerëz që njihnin njëri tjetrin, por gjithsesi kjo të le një fshije që ndoshta Sadik Premtaj në atë që thot ka një farë të drejtë që ngelet për tu verifikuar.